Tash sa muaj ka që është hapur Current Hair? 6 muaj. 6 muaj. Si po shkon? Është befasuese. Është befasuese. Është për të mirë, për shkak se me Career Fix, edhe jo vetëm me Career Fix, po fol edhe një herë prej fillimit, që në çdo biznes që hyj, mendoj me hyj edhe me një teknologji të avancuar, të cilët ndoshta ka mungesë, jo vetëm tek ne në Kosovë, por edhe në këtë Ballkane, për arsye se edhe ju mundohen që të jemi edhe me ekipet më efikase dhe më profesionale në punën e tyre. Dhe për atë arsye 1-2 vite më herët kam studiu këtë pjesën e mbjelljes së flokëve, për shkak se ka qenë ideja ime që të bëhet një lidhje për shkak të klinikave të cilat i kam pas aty lokalet, edhe kam mendu për hapjen. Nuk e kam hap 2 vite, lokalin e kam pas të thatë, mirë po kam mendu, kam studiu në Turqi dhe kam gjetë ekipet më të mira që e ka pas dhe i ka për momentin Turqia, për arsye se janë ekip e cila merret me një teknologji që nuk e ka kërkush, domethënë jo vetëm Ballkan, po ndoshta në Evropë. Pra, teknologjia që ne e përdorim. Është një teknologji me robotik të cilën e përdorim, ku saktësia e grafteve, numërimi i grafteve, sterilizimi i grafteve të fije të flokut, pacienti është komod, nuk ka dhimbje, efikasiteti është shumë i lartë, kualiteti është shumë i lartë dhe saktësia